Të dashur miq, mirëmbrëma, mirë se takojmë në emisionin Besim me Naser Selmanin. Sonte të ftuar kam Mevlana Demin, organizatorin e protestave të studentëve shqiptar këtu në Maqedoni. Mevlana, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, i falenderoj për ftesën. Është kënaqësi të kemi mysafir. Kush është Mevlana? Mevlana është një ri nga Titova, student, tani e krye edhe ca javë krye fakultetin juridik. Nga Fundë. Një jurist i diplomuar. Kaq nuk ka shumë nga Mevlani. Si keni kaluar studimet në Teto? Shumë mirë, kam pasur shumë kolegë shkëlqyer, profesor më të mirëve aty në UEL. Kam qenë kryetari i parlamentit studentor para 2 vitesh, kryetari i fakultetit juridik. Do kjo punë e organizimit nuk është se tani të kemi zbuluar me organizimet. E ke pas në gjak këtë punën në organizimeve? Edhe pse janë shumë stresuese dhe unë nuk e do fare stresin, po përsëri nati s'më le. Është e rëndësishme që zëri studentëve të dëgjohet. Zështë kjo është gjë me rëndësishme. Po, kur të shton shoqëria student në esullojnë disit. Zgjen përsëri. Si protestoni, çfarë zori keni u dha? Protestojmë mendoj që protestat që zhvilluan kohëve të fundit ishin një përgjigje ndaj se si u përgjigj pushtetin ndaj neve. Domethënë, shtash para kur isha kryetar parlamenti, atëherë dorëzuam një kërkesë për mbajtjen e problemit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Kur ka qenë kjo? Kjo ka qenë në vitin 2024. Nuk e di fiks muajin, po muaji 8-9 duhet të kishte qenë, në atë kohë kemi dorëzuar dhe realisht nga përfaqësuesit i institucioneve zyrtare nuk morëm asnjë përgjigje. Fare. As nuk na kthyen kërkesën as kurgjë dhe pastaj detyruam që gjatë kësaj periudhe normalisht kemi qenë në kontakt me përfaqësuesit shqiptar, të cilët permetonin se të zgjidhet, por ta mbajmë pa situatën pak më të qetë, mos kjo ndonjë narrativ kundër gjuhës maqedonese, ashtu më vështirë do zgjidhet, normalisht edhe ne kuptojmë këtë, i shohim ne ta bashkëqytetarët tonë se si reagojnë kur vjen puna tek gjuha shqipe dhe të drejtat tona. Dhe po realisht kur gjë nuk ndodhi pas një viteve, kështu që detyruan të marrin të bëjmë një peticion. Me kë sa eksakt jeni takuar? Po asë kohë unë kontaktova ambasadat e huaja këtu në vend, ti informoj për këtë kërkesën tonë dhe se kemi marrë përgjigje dhe u thirrim nga ambasadori i Shqipërisë, i cili na mundsoi takime me zotrin Fetai dhe me zotrin Gash, që ishte njëri i zëvendës kryeministit. Premtimi ka qenë se do zgjidhet, se do punojnë në zgjidhjen e kësaj, por do duhet presim. Edhe ne normalisht sa do të prisni? S'na thuan se sa do të presim. Kërkesa e parë ju ka qenë që provimi i jurisprudencës të jepet atë në gjuhën shqipe. Tani faktikisht me protestën e dytë ju si duket e keni zgjeruar gamën e kërkesave. Po realisht, po krejt nisi prej tek peticioni. Prej peticionit e pam qëndrimin e ministrit të drejtësisë, i cili si vjen keq ta them, po një jurist ja pa ashtu shpjegime është absurde. Dhe ashtu arsyetim se pse nuk e lejon dot mbajtjen e problemit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Dhe ajo që u pa ishte qëndrimi një zyrtari, një ministri, një ti themi shërbëtor i popullit, sa ai është në shërbim të popullit, ndaj gjuhës shqipe, ndaj një provimi shumë të thjeshtë, të cilën shumë lehtë ka mund ta toleroj, pasi që ligji i re është. Dhe pas asaj ne pam në protestën e parë që patëm një mbështetje shumë madhe nga studentët e drejtimeve të tjera, jo vetëm të juridikut, por edhe studentët e ekonomisë, mjekësisë, psikologjisë, arkitekturës, kështu me radhë. Edhe normalisht që nuk mundemi na. Ju bën barzhlinë në një mënyrë që ta shtini agjenin ndërin huaj. Realisht po, na bën pak barzhli dhe të bën të ndjehesh keq se po zgjidh vetëm provimi i jurisprudencës, provimet e këtyre ngelit. Për studentët e ekonomisë kanë ditë 6 provime për auditor, kontabilist, po në me letër me vlerë në gjuhën maqedone, studentët e psikologjisë, gjitha licencimet, specializimet, studentët e arkitekturës, provimin për licencën për urbanizëm, studentët e mjekësisë, provimin me shkime kanë në gjuhën shqipe, pjesën verbale kanë në gjuhën maqedone.
Dhe Praktikisht u zbulon se problemi është më i thellë se sa që duket në fillim. realisht po, kjo është që zbulon, normalisht ka dhe disa provime si për shembull provimi stomatologjist që bëhet në gjuhën shqipe ose provimi për lekta që mban, ka disa provime që mban në gjuhën shqipe. Po edhe në tenan të jurisë, nuk është vetëm provimi jurisprudencë, po është provim për avokat, për notar, për përmbarues e kështu me radhë. Ne normalisht do mundi vetëm të prisnin të zgjidhet provimi i jurisprudencës e kolegëve tanë të thonin ju bëni çka doni, se kjo është ndonjëherë është momenti për të zgjidhur gjitha çështjet. E kuptuan si duket se çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në fakt ajo është thelbi i problemit, jo se janë këto problemet administrative që i krijon administrata publike. Ka problem këtu në Maqedoni në leximin e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Janë të ligjshme kërkesat tuaja? Normalisht jo, po tani ne u bazuam edhe kërkesa jonë bazuam në amendamentin 5 që thotë gjuhë zyrtare përveç se gjuhës maqedone shkrimit të saj është edhe dyert që flasin së paktën 20% dhe shkrimi i saj. Të rregulluar sipas ligjit. Atash po të jesh po të mos e dish se cili popull i vetmi këtu në Maqedoninë e Veriut përbën popullsin mbi 20%, është vetëm populli shqiptar që e flet gjuhën shqipe, edhe po kanë këto ndonjë amendje që nuk e din, shumë lehtë mund të pyesim institucionet përkatës edhe ata t'u japin dokumentacion në nevojshëm. E tani, shumë mirë edhe kushtetuta thotë që rregullohet sipas ligjit. Ligji që rregullon këtë pjesë është ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili është shumë mirë aty edhe cek gjuhën shqipe, cek vendet e përdorimit. Do shumë interesant, për shembull, ndeni një paragrafi 3 cek komisionet. Domethënë, gjuha që flasin së bashku 20% ka gjuhë shqipe, duhet të përdoret në këta institucione, aty përmendet edhe komision. Edhe është komision që krijon Ministeri i Drejtësisë, që mban këtë provim të studimit. Janë komisione këta që mbajnë këto provime të tjera për kolegët tanë që. Po tani disa njerëz ndoshta edhe t'u shkruash në ballë në gur, nuk do e marrin vesh ata, dhe unë këtë realisht e shoh. E kuptoni si student se çështja nuk zgjidhet sepse dikujt si pëlqen ligji por gjuhët apo ka një farë konspiracioni kundër këtij ligji dhe po përgatitin terren që ky ligj të shfuqizohet nga gjykata kushtetuese pastaj të thonë na falni ne patëm dëshirën që ta zgjidhnim këtë çështje po shikoni ne nuk mund shkojmë kundër gjykatës kushtetuese. Po realisht kjo po shihet. Tani po vetëm temi të vëllë, mos e shohim se çka don gjykata kushtetuese të bëjë, çka ka qenë tematika edhe më parë, jo vetëm tani si kemi dhënë ne, edhe qëndrimet e kryetarit të gjykatës kushtetuese. Në mundën një kryetar i gjykatës kushtetuese, gjykatës më të vlefshme në vend të mbajë ashtu qëndrime shoviniste. Ai është më të arsyeshme gjuhën angleze se sa gjuhën shqipe. Në vonë në ata përgjigje që i dha për ata mesazhet e seriozishme ishin absurde. Skandalot. Turistët që vinë këtu nuk pranojnë mesazhe. Ata nuk i kanë telefona, më janë të paraqitura këtu në organet tona. I marr unë me ju. E tani ata është më të rëndësishme të ato sjellin anglisht. Gjuha angleze nuk është gjuhë zyrtare në vend. Apo mos është gjuha angleze gjuhë zyrtare. Unë mendoj që këta tentojnë të realisht gjën keq, po ashtu si duket, ndoshta është vetëm mendimi im personal kjo, po tentojnë të blet kohë, ndoshta të shkuqizohet ligji se do të jetë shumë e dëmshme. Mendoj që të gjitha partitë shqiptare kanë dhënë atë kontributin e tyre në këtë ligj. Të miratohet, normalisht edhe më do të shpëtojë më shumë të ishte aty gjuha shqipe është gjuhë zyrtare se sa të përgjigjemi në këtë aspektin demografik të ligjit, po ashtu si është funksional. Po tash se dikush nuk don dhe nuk ka vullnet ta përdorë atë, si ministri i drejtësisë për shembull, sa i na rësetu që ligji për provimin e jurisprudencës nuk rregullon të çështje, po ligji për provimin e jurisprudencës Ajo s'do t'ju interesojë. Është obligimi i qeverisë dhe i parlamentit të harmonizojë ligjet. Pse ju duhet të shqetësoni bërë fiks, po me ligji për provimin e jurisprudencës nuk e rregullon fare gjuhën në të cilën do të mbahet. Këtë çështjen e gjuhës e rregullon ligji për përdorimin e gjuhës. Dhe ne Jo, e kuptoj, edhe nëse e kuptoj këtë, po çështja e harmonizimit të ligjeve është obligimi i tyre është. Ama ka kalu kjo fat më, ata kanë pat ligje të shumë, kanë pat afat një vjeçar për të harmonizuar. Nuk harmonizohet, organet dezirojnë ta përdorin të zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës. Tani në kushtetutë në përshëmë kemi ndruar, ne kemi vënë Maqedonia e Veriut, po ka shumë ligje ku shumë ende më i vjetë i Maqedonisë. Tani pse nuk e përdoren në vitin e vjetër? Pse? Se është në kundërshtim me kushtetutën. Dhe kjo është realisht ajo, në neve si student se të rikë të vendit nuk duhet të na interesojnë ta politikat e harmonizimi jo mos harmonizimi. Ligji është shumë i qartë, po kush e sheh? Ligji është i qartë, po ka një rezistencë realisht ndaj përdorimit
Dhe mendoj se nxjerrja në pa e këtij fakti se ky shtetemve po e neglizhon gjuhën shqipe, morët edhe mbështetje edhe nga qytetarët, jo vetëm ka student, po edhe nga Të shumë qytetarë, nxënës, pak më të moshuar, më të pekur se na, të gjithë dolën aty, realisht për atë që po e vepojmë, se atë që pa njerëzit ishte jo vetëm që ligji nuk po zbatohet, po edhe qëndrimet aty, qëndrimet që janë kundër gjuhës shqipe, se tani një ditë pas fotezës tonë dytë, ministri i drejtësisë përsëri po kundërshton. Ka patëm mbi 10.000 njerëz aty para ministrisë aty, edhe ai përsëri po kundërshton, thotë jo, dhe paraqitet si mbrojtës i gjuhës maqedone. Këta nuk e kanë të qartë se ne nuk duam të marrim gjuhën maqedone. Po atyre u pengon çdo e drejta jam. Pengon gjuhë shqipe. Kjo është më interesant. Ky ministër është pjesë e një qeverie dhe aty ka një kryeministër që bën rolin e shefit të atij kabineti. Ti je jurist. Në këto raste, ku një ministër shkon kundër vullnetit politik të një partie që është mbi sundon në atë koalicion dhe kryeministri, zakonisht ja jep dorëheqje, ja kryeministri e shkarkon, nuk ka mohabet aty, nëse ju shkoni kundër qëndrimit të kryeministrit që thotë se është kërkesa është e ligjshme, do të shohim se si do ta zgjidhim. Realisht ashtu ndodh në çdo vend, po këtu siç po shihet, ndoshta spekulim është, po siç po shihet këta luajnë një lojë shumë bukur ndërmjet vete, edhe kryeministri edhe ministri i drejtësisë që njëri po kundërshton tjetrin, dhe unë nuk kam pas asnjë punëtori ta kundërshtoj shefin edhe të mos largohet nga puna. A këtu është situata e këtij. Edhe vetë kryeministri në qendrimin e tij më 7 shkurt, tha ligji është i qartë edhe duhet të zbatohet. Çka e bëri, çka ishte në ato 24 orë që ja ndruan mendimin atij dhe qendrimi që mendoj që të dërgojnë në gjykatën në Komisionin Venecian, nuk e di. Po shohim se përsëri e mbak të qendrim. Unë takova kryeministrin e vendit në mas të këtij viti së bashku me zëvendës kryeministrin Micali, edhe ai po këtë qendrim e kishte. Po në shkurt ishte po. Më tha, unë do e bëj vetëm në qoftë se Komisioni Venecian jep mendim pozitiv. Sepse ka dhënë Komisioni Venecian mendim negativ për ligjin për përdorimin e gjuhës, që nuk është e vërtetë. Komisioni Venecian ka dhënë mendim që është vështirë të zbatohet në aspektin financiar, se nuk kemi financa dhe buxhet për ta bërë, po nuk në asnjë moment nuk ka thënë që është antikushtetuese dhe duhet të shfrytëzohet ka. Nuk jep as mendime dhe as obligime Komisioni Venecian. Edhe çka u bëm ne këtu, çdo çështje jon që trajton të drejtat tona do të dërgohet në Komisionin Venecian, është absurde. Në asnjë nuk kam dëgjuar të dërgohet në një ligj që janë beneficiarë për atas, në një vit tjetër që dërgohet atje për të kontrolluar se a është antikushtetues. Por çdo kur vjen puna tek ne për ta zbaritur dhe për ta prolonguar, vjen kjo përgjigje. Edhe atëherë i thashëm kryeministrit që ne nuk kemi kur gjë kundër Komisionit Venecian. Por realisht mendojmë që nëse qoftë se dërgohet atje do humbim 2-3 vite kohë. Edhe unë nuk e di si do jetë situata politike këtu në vend, por atëherë edhe më student nuk do jenë. Atëherë mund të ketë zgjedhje, do na thoni pritni se ka zgjedhje parlamentare, pritni se ka zgjedhje lokale, kështu me radhë. Ne mund të jemi në asnjë loja e të presim kush do vijë pas juve që të na mbaj kremtimin. Ne do një zgjidhje më të shpejtë, urgjente dhe zbatimi të ligjit. Kryeministri realisht ashtu po duket, Një javë para protestës do litha i dy studentët që të kenë duri, pastaj të mërkurën dhe në atë marrë të ndolin në prezë, ta do dërgojmë në Komisionin Venecian. Çfarë durimin tonë? 2 vit durim tonë për neve. Kush duron 2 vite? Ti t'ja zbatosh një drejtë që ka më të fituar. Vleni, profesor Vleni, ty si u thon, bashkëkryetar, si u thon tash. Kanë 2 kryetarë. 2 kryetarë. Thonë se do ju duan 13, çfarë ju duan të 13? Po, zotri Vlasami tha që do zgjidhet në brenda qershorit nëse s'jam gabim, zotri Megjidi tha në brenda 3 muajve. Unë nuk e di, tash e kam thënë shpeshherë dhe përsëri tha ne nuk e dim kush është ky grupi punues, edhe nuk e dim se çfarë zgjidhje po kanë ato. Edhe unë nuk po shoh çfarë zgjidhje duhet, thjesht duhet ta detyrojnë ministrin dhe organet të këta ODA byrojet të zbatojnë ligjin. Ka që është zgjidhja. Nuk ka ndonjë zgjidhje kreative këtu ideore të bëjmë ndonjë biç serioze ta na shpërndajmë. Në moment që nga shkollot ligji për përdorimin e gjuhës është shumë e dëmshme, se po bën ligj të ri për provimin e studentëve, do të bëjnë 20 ligje të reja për këta provime të tjera. Po tentuan të harmonizojnë ligjin, tani pasi ka kalu kjo afati më, do kërkojnë të harmonizojnë të gjitha ligjet e tjera. Edhe a kemi ne si shqiptar forcë politike për ta bërë këtë?
Unë mendoj që jo, jemi të përçar pikën 5 në gjitha partitë e mundshme në Maqedoninë e Veriut. Çfarë nëse kuptohet se nuk ka vullnet politik për të zgjidhur këtë çështje? Në fakt, demonstrohet një mendësi politike se gjuha shqipe nuk mund të jetë zyrtare. E kanë shumë drejt. Do ftoni në protestat përgjithshme? Normalisht që po. Në momentin që bëhet në një sulm shumë direkt nga ata, pësë që ai do të zgjidhë se ata në mënyrë indirekte i kanë thënë këtë gjë. Vetë presidentja e vendit Zonja Siljanovska tha që kam frikë se po do humbemi në përkthime. Po si nuk humbet Kosova në përkthime, si nuk humbet Zvicra, Suedia, Belgjika. Si këta vende nuk humben në përkthime. Vetëm ne humbemi në përkthime. Po ajo që u mërzitesh ka shumë për qytetarët shqiptarët e këtij vendit. Po ai shqiptari që nuk e din gjuhën maqedone dhe shkon në seanca gjyqësore, që ndjek procedurën gjyqësore, aja nuk humbet aty në përkthim. Nuk është të kufizimi asnjë. Unë shoh edhe këtë debat mediatik tani nëpër media. Po dalin po thuajnë maqedonasit, edhe figura eminente maqedonase, profesor që janë, thuajnë për këtë arsye ishin kundër universiteteve shqiptare. Dhe për këtë arsye se ata në fillim kanë patur gajlen frikën e tyre që Shqipja do arrijë atë nivelin të bëhet e barabartë me gjuhën maqedone, që realisht duhet të jetë. Mundet një popull 50%, një popull 50% t'ja imponoj gjuhën e tij një popull që përmban mbi 30% në këtë vend. Nuk është parë kjo askundi. Nuk jemi në një pakicë 3-4%. Ne problem ne jemi popull shtetëformues në këtë vend. Ama sa e shoh nuk e kanë të qartë dhe tani është kriju kjo narrativa, ja pse nuk u desh të lërë këtë mësojnë në Shqip, të studiojnë në Shqip, se do e kërkojnë këtë më. Ajo është konfirmimi se duan të na kthejnë në vitet e 90-ta. Realisht po, është një konfirmim kështu indirekt që po bëhet nga natyra dhe një qëndrim që unë të paktën për profesorëve maqedonas, që duhet të jenë pak më liberal, pak ta kuptojnë në aspektin ligjor këtë gjë, nuk do e kisha pritur. Unë e pres nga dikush që nuk e ka atë intelektin ose është ignorant, po një profesor, dekana që dalin dhe na ofendojnë në kësillën mënyra gjuha e urrëties së përhapur në gjitha vendet. Më ndel një profesor se më ka mbajtur dot moment të emrin që ishte në Kirilli më duket se thot ja këto studentët që protestojnë marrin nga qeveria avion 60 milionë euro. Nga qeveria vetëm atyre apo është edhe jona? Ata buxheti vetëm i tyre është joni. Ata rrogat që i marrin vetëm për Maqedonas apo ne gjithë paguajmë tatim sa ide unë. Po këtu është ky koncepti. Është rritur ky koncepti që Maqedonia është vetëm atimve. Dhe ata kanë bërë këtë gabim një para 30 e kanë bërë këtë gabim një para 30 viteve. Ne këtë pakicë është. Të lejoni jo. Suni shoh partit nuk shqetëson as shumë as këto që janë pushtet, as ta të opozitës do ftomi ju shqiptarë që dalin në protest mbrojnë të drejta që i kanë kushtetuesa dhe të ligjshme. Normalisht që po, ne në çdo kemi bërë thirrje të gjithë. Emblemat partijake janë vetëm tek ne jemi vetëm i vend që sa do atakojmë dikë dhe pyesim i kujt është ky. Se më qenë pronë dikujt. Kaq të ndërthurta janë partia tek ne. Unë në vendet evropiane asnjë nuk kam takuar dikë ta pyet pyetjen e parë se çfarë bindje politike ka që nuk bëhet as nuk është debat në Gjermani. Ne merrem aq shumë me partitë edhe në fund ngelemi pas saqë nuk kanë një zhvillim larg. Mundë që partitë duhet pak të sensibilizohen. Ndoshta janë të sensibilizuar, po më ndaj më shumë për një konfaktim. Mendoni se nuk është mirë që tani të filloni një qark takimesh që të set. Në një mënyrë të paralajmëroni se çfarë mund të ndodh. Dhe këtu tregoni se nëse ata ishte mirë do nuk do ishte. Ne zhvilluam këto takime. Ne për atë arsye takuam deputetët. Në për këtë arsye për të informuar, ne kemi takuar liderët e Blenit, në ato kohë takuam deputetët e gjitha partive dhe biseduan për këtë hallin tonë, se shifni çfarë janë të na bëjë se në fund të ditës ata janë përfaqësuesi shqiptar aty. Jashtë asaj që edhe ministri i drejtësisë edhe kryeministri do të jetë edhe kryeministri, ai do të jetë i barabartë unë me një maqedon ose edhe një turk, me një flet, unë e shoh që ata nuk e shohin ashtu. Po të paktën për përfaqësuesve shqiptar, ne shkuam aty si fëmijë të tyre për të qarë një hall për të treguar shif se si po na traktojnë. Edhe unë besoj se ata e kanë pranuar mesazhin dhe dinë se ku është problemi. Po çështja politike e keni ndarë shqetësimin me participare se realisht ligji për përdorimin e gjuhëve mund të shfuqizohet? Normalisht, unë besoj se e dinë edhe ata vetë. Çfarë ka qenë? Cila ishte përgjigjja ty? Nuk e
nuk e mbaj mend fikse se çfarë ka qenë përgjigjja e tyre, se nuk e kemi diskutuar në thellësi këtë situatë, por vetëm e kemi bët si të njohur situatën që ata e dinë se në gjykatën kushtetuese ka një shovinist në krye, edhe dinë që aty është dorëzuar ankesë për shfrytëzimin e ligjit për përdorimin e gjuhës. Ajo që unë mendoj është që nuk do shfrytëzojnë realisht ligjin për përdorimin e gjuhës në tërësi, po do e hekin këta nenët më kryesorë që rregullojnë atë në instanca shtetërore. Edhe në moment që e largojnë këto, ligji do qëndrojë do të thuan ja, ende ligji është aty, vetëm ja kemi larguar pjesët që bëjnë atë rëndësishëm. Edhe neve nuk na duhet një ligj që nuk është i vlefshëm. Realisht thua që do shfuqizojmë pjesa më e madhe e nenave të ligjit. Realisht po, unë dëgjova që po pjesa kryesore që lidhet me gjykatat tentohet të shfuqizohet, edhe kjo është e ku qëndrojmë ne. Ne në vend se të punojmë për gjithë përfshirje, në vend se të punojmë ta zbatojmë atë ligj, ne punojmë për ta shfuqizuar. Kështu është Maqedonia. Përfaqësues të venit ju kanë në një apo mënyrë tjetër ju kanë ka pasur deklaratën, ndoshta jo të drejtë për drejtë, apo ju kanë akuzuar si emitorët e sjatora e opozitës, çfarë si do t'ju kishit përgjigjur këtyre? Ne jemi rretën dorë zgjatë dhe gjuhës shqipe dhe e kombit shqiptar. Mendoj se është në interes të kombit dhe të gjuhës tonë si identitet themërtar. Ne kemi aty. Në asnjë moment ne nuk kemi sulmuar asnjë figurë politike shqiptare, parti politike shqiptare. Bilisat e protestën që kemi patur me 18 mart, kemi planifikuar ta kemi me 13 mart. Për shkakun e kongresit blenit ne shtytëm që mos vijë ndonjë si sulm kundrejt atyre. Po përsëri, çdo tentativë për ta bërë kështu. Unë e kuptoj ata mbledhjet e veta ndërmjet opozitë dhe pozitë. Po duhet të jenë shumë të kujdesshëm, se ka pasur 10 vite në këto 10 veçorë nuk kemi parë në protesta studentore. Edhe në moment që dalin, disi partitë dhe i thotë janë të instrumentalizuar, i bëjmë thirrje të lënë rahat, ti dete e zbe atë kauzën to. Se unë për vete di që si jemi, po ndokush të larg të beso, edhe nuk është e drejtë ajo. Të paktën për ne që nuk kemi sulmuar asnjë parti politike shqiptare, në gjithë ajo kemi vënë bashkim, se bashkimi na nevojitët të bllokut shqiptar. Ne nuk kemi kur gjë as kundër blenit, as kundër opozitës, as kundër asnjë parti. Ne kemi kundër atyre që janë kundër juës sonë anëtare. Vetëm atyre kemi betejën tonë. Unë nuk isha bërë thirrje çdo herë këtyre të paktën përfaqësuesve, këta që kanë to portale të kenë kujdes, të mos e humbin këtë moment historik, se është tani është situatë kauze, situatë që duhet realisht të shfrytëzohet nga partitë shqiptare për të krijuar diçka. Ta shfrytëzoj këtë momentum që është e kriju. Do ta shfrytëzojnë apo ka një farë droje se përmes studentëve po krijohet një kaos. Dhe juve nuk po ju përkrajnë vetëm studentëve, po ju përkrajnë edhe shqiptarë që shohin si kërcënim. Ndoshta po, çdo herë kur prishet ajo rehatia në pushtet, unë e kuptoj atë pjesë, prishet rehatia në pushtet edhe gishtat drejtohen nga partitë në pushtet. Por ne si student asnjëherë nuk jemi drejtu gishtat nga shqiptarët. Asnjëherë nuk do i drejtojmë në këtë kaos që jemi. Se në moment që drejton, po bim në ato lojët e politikës. Edhe ne më lëre. Realisht ju vetëm bëftoni që ato të bëjnë punën e vet. Realisht përftojmë të bëjnë punën e vet, të këmbgulës, të jenë të bashkuar. Të paktën të bashkuar. Sinç ne si studentë të rinj kemi instrument nga të gjitha partitë politike. E keni Opozitë. Nëse e shikoni se këta parti uni quajtë establishmentit, janë pjesë e establishmentit, janë pjesë e zullumit që na kanë shkaktuar ne shqiptarëve. Ne nuk guxojmë që të jam lestë. A mund të përmirëson, nuk e di të çfarë. E keni menduar që ndoshta është momenti që se ka një pjesë të shqiptarëve, jo gjithë, por një pjesë e mirë shqiptarë që nuk janë të gatshëm të bëjnë pazare siç bëjnë këta partitë e deritashme të establishmentit. Që e keni biseduar mes vetë, po pse jo mos ta provoni edhe femoni edhe partikë? Realisht s'është që s'na ka ikur mendja andej, po tani jemi më shumë të fokusuar tek gjuha shqipe dhe ta kryjmë këtë, po dëshor. Njerë për ta nisë një përgjigje, mund të thëmë nuk e di. Do të prisni dhe t'ju jep një shans këtyre që janë në skenë të kryu punat. Normalisht jo,
po do kisha thënë një për një, ende kanë kohë. Ende jemi edhe ne student, tash si student të firmë, ndoshta parti, ndoshta nuk e kemi atë know-how si duhet, por jemi duke formuat. Ju keni mbrit deri te shpirti shqiptar, atyre që ndi vetën shqiptar që Atyre që e duan gjuhën shqipe dhe Unë mendoj që nuk kemi arritur ndoshta si individ, po si kauzë, se çdo kauza është më e lartë se individi. Unë nuk e përfaqësoj kauzën. Edhe asnjë student që të nuk e përfaqëson. Vetë gjuha shqipe përfaqëson vetën. Nëse është në parti mat bajrak, nat flamuri, të vendi ku duhet dhe kjo pëlqen njerëzve. Kjo po dikush duhet ta bëjë hapën e parë. po ne bëm jo hapin e parë, ne bëm dimashe gati. Dhe ishin suksesshëm, dhe kishte frym pozitive. Kjo është. Unë nuk e di se si t'u falenderoj njerëzve të cilët ndajtën kohë të me ditë. Se fakt nuk e di, ju duhet ju falenderoni apo njerëzit duhet ju falenderojnë juve. Da marrë përshëtit një lojë falenderoj. Pesë falendaj. Realisht, kur mbrita ditë të protesta parë ishte shumë dilematike se ishte diçka e paparë, nuk ishim bë asun. Se për herë parë, no. Asun e vetëm kam dalë një në protest për këta rastin me spitalit më të lartë të Ofë dhe nuk isha organizuar asnjë protest. Ai ishte protesta e parë që po isha thjesht aty në krye me bashkërinë organizatore duke organizuar këtë çështje. Edhe atë që e vreta ditë kur mbërita dhe kur na pyetën njerëz sa veta mundosh që do kesh, thosha 50 o 2 minutë tie. Edhe kur mbërita aty isha shumë me stres, shumë me gajle, që tash Është përgjithësi sa shqiptarët, sa kolegët e mi, sa profesorët, sa prindërit tanë do i përgjigjen në ftyrjes sonë. Edhe kur i parë gjithë ata njerëz aty te protesta e parë, isha vetëm shumë emocionalisht duke vdekur aty edhe kur na shihin festas javlete. Ja vleti ashtu sa ku çdo mund ja vleti dhe çdo kënd që i takoja po më thoshte nuk ju lash vetë, sonë ashtu shpesh e shkruajta mos na lini vetë. Edhe çdo që e takoja gjatë atij marshi më thoshte nuk të lande gjithë bashkë. Edhe kësaj radhe më pak më lehtë kishim, po përsi shqiptarët dolën. Unë mendoj që E di pse dolën, sepse zakonisht kur student dalin në rrugë, prindët nuk guxojnë t'i lënë beda. Po, dhe shumica kur studentët kanë qenë me prindrit, me vëllezërit, motrat aty, ashtu ka qenë situata tek unë, ka qenë vllau, motra, babi gjithë aty. Edhe unë mendoj se është shumë diçka shëndorë, se në ashtu ambient nuk mund të ndodhë kur gjë. Edhe për atë arsye, në kjo protesta jonë ishte shumë paqësuar të kesh ti aty 10.000 protestues, ta mbushësh të kalosh mes kafeve Maqedonën dhe mos ketë asnjë ekses, asnjë të shar, asnjë të treguam shumë frym evropiane. Edhe pak njerëz të pa nga protesta e parë, kur mbajtën fjalimet që nuk thanë kur gjë kundër askujt, përveç atyre që realisht e meritan. E thanë folim kundër Filkovit, folim kundër atyre që janë kundër gjuhës shqipe. Po me shqiptarët nuk patëm kur gjë, edhe se ne kemi çdo atë frikë që po politizohet, po shfrytëzohet, po ashtu, po kështu, edhe panë që nuk është situata ashtu, edhe mendoj që për atë Se janë çështje puro politike, nëse. Ne më kemi politika, as nuk merremi me politikë, po kauza jonë dhe lidhet me politika. E tash, në momentin që ndërlidhet me politikën, politika do e bëj atë vetë, unë vëmështër kam tentuar të them që në qoftë se mund ndihmoni, në qoftë se nuk mund të ndihmoni, mos folni fare. Pak se mos na pegoni. Realisht po është. Ju patët edhe mbështetjen e studentëve të Prishtinës edhe Tiranës. Prishtinës erdhën, Tiranës studentëve të Tiranës ju bët pengesa. Çfarë realisht ndodhi me studentët? Ishte absurd ajo që ndodhi, domethënë prej orës 12, nuk ata kanë nisur shumë herë në mëngjes, sepse dini që do kem problem në kufi. Edhe më thirrën në 12 që janë duke mbajtur gati një gjysmë në kufi, të arsye, bën kontroll check, ka 10 studentë, pra aty ishin 30 ca femra, që ishin 18-19 vjeçe, thotë ka ardhur nisje speciale në Shqipëri, po kolegë tanë, vëllezërit tanë. Edhe më njëherë bëra një status, duke bërë statusin, pas një gjysore na informuan që i kanë lëshuar ata. Edhe ne kur i thirrëm në përreth të fundit, se nuk e kisha telefonin. Nuk doli dikush ti pret në kufi që ti sjellën? I priti policia që më përcjelli, edhe në për kufi në Dibër, për Dibër me përcjelli në Gostivar, e ku mbetën në Gostivar ne nisëm prej Tetove. Edhe në thash, okay, do mbim në një
kohë diferencë për 20 minutash, atë që thash do i presi. Edhe në mbrim edhe unë i thiri për një shokut edhe një herë, edhe ata më informojnë që jam duke ardhur, jam me shku. Okej, unë nesër ma dërgoni lokacionin dhe harova, normalisht euforia aty, kur më informojnë duke qenë te Mpina, pasi vazhdimishin që kanë ndërritur në Kumanov. Kur e shikoj edhe një lokacion që më dërgua atë live location, ishin 10 minuta larg kufirit në Serdik. Ata ishin friguar shumë, kishin kërkuar disa herë nga policia. Njëri prej atyre që ishte pak më organizatori kryesor, Dashoja, e kishin përplasur 2 punonjës policisë për busit ashtim brenda. E kishin në videot që janë aty shifën se sugmën në formë verbale aty ne. I thuan mbyllë gojen. Edhe për krejt Maqedonisë nuk gjetën dot një policë shqiptar që t'i prendet apo 4 policë maqedonas, që në fund njëri dori që e flet gjuhën angleze, pas një arsyetim, kjo është më quhet në atë aspektin si kidnapim i dhunshëm, ata në dhunë janë dërguar në Kumanov. Nuk e Pas shpjegim. nuk i kërkuat shqiptar që janë në qeveri. Edhe ishtë po gjatë fjalimit të përkohë që të reagojnë në institucion. Largun? Nuk po është diçka konkrete, ndoshta do më da Kemi një incizëve në ministër atje pati sqarimi që kanë. për këtë rast një pak se sqaroj për protestën, po për këtë rast ndoshta ka sqaruar, por nuk e kam pa. Jemi krejt në fund të isha t'ju pyes për kryeministë ju qërtej si në protestë s'ka pasur simbolet shtetit në Izrael. Don kryeministri do i krahason që të shkojë më mirë se pse ka pasur flamë Maqedonës. I kanë pasur Të Maqedonisë së Veriut. po Maqedonisë së Veriut, këtë ka pasur flamet e Maqedonisë Veriut në majcat e disa presidentëve, aty ishte flamuri i Evropës, flamuri i Amerikës, flamuri i Shqipërisë, flamuri i Maqedonisë Veriut. Po kushdo në shef, kushdo nuk e shef. Do thot një pjesë organizator apo gjithë organizator kanë pasur Një pjesë e studentëve, bluza po njëri për organizatorëve ka patur, po tani normalisht nuk mund të tuajnë, po noi kolegë vetëm të marrin flamurin e Maqedonisë Veriut. Ata kanë ardhur gjithë me flamurit e vet, siç e kanë patur arsysh me ka pas flamurin amerike, flamurin të Bashkimit Evropian, flamurin të Shqipërisë, ja dhe flamurin të Maqedonisë Veriut. Sikurse se ashtu si ka menduar që e ka më të drejtë, më të saktë e ka marrë. Po kryeministri duhet ndoshta ta shikoje në pak më mirë që ta shohë realisht që nuk e kemi shkelur ligjin. Edhe na tha pse jemi të pa edukat dhe shkelim ligjin si jurist. E mendoj që duhet më mirë të shikoj njerëz dhe vetë që e kanë në kabinet si ministri i drejtësisë që po shkel ligjin hapazi. Edhe jo të na shikojnë neve që kemi dalë aty si studentë të protestojmë dhe kërkojmë një të drejtë në mënyrë shumë paçore. Është shumë e dobja. Gjan faleminderit për bisedën. Faleminderit juve shumë. Merci. Miq të nderuar, ndoqë bisedon me Mevlana Demin, një ndër organizatorët e protestës së studentëve shqiptar këtu në Maqedoninë. Veriut folën për protesta, por arsyet pse protestojnë, çfarë kërkojnë dhe çfarë presin nga qeveria të çka nëse nuk zgjidhet të shohim si cila do të jetë përgjigjja e tyre ndaj atyre situatave, si duket janë vigjilentë, ndjekë situatën dhe do reagojnë ashtu siç do t'ua imponojë nevoja. Faleminderit për momentin, shihemi javën e ardhshme. Ndiqni, pëlqeni, shpërndaj dhe komentoj që kjo video e rëndësishme të shihet nga më shumë njerëz në internet.